Me qeverisjen e lëvizjes së vendosje, ne sigurojmë furnizimin me ujë që mungon në 40% të territorit të komunës Vushtres, brenda mandatit tonë. Do të ndërtojmë stacionin e autobusëve, do të ndërtojmë transportin urban dhe ndërurban. Ne si lëvizje vendosje në Vushtre kemi ndërtuar një program të mirëfillt për 4 vitet e ardhshme që Vushtres i ofron gjërat bazike të cilat nuk kanë ndodhur për 26 vite me të gjitha qeverisjet që janë provuar tash e 26 vjet. Me qeverisjen e lëvizjes së vendosje, ne sigurojmë furnizimin me ujë që mungon në 40% të territorit të komunës Vushtres, brenda mandatit tonë. Do të ndërtojmë stacionin e autobusëve, do të ndërtojmë transportin urban dhe ndërurban, do të bëjmë parkun e qytetit në sipërfaqe prej 2 hektarësh, do të bëjmë qendrën e zejtarëve dhe tregtarëve tradicional të komunës Vushtres, do të ruajmë pronat publike si hapësira publike dhe vetëm do të përdorim për mundësi zhvillimi dhe asesi për nevojat e oligarkëve. Do të bëjmë politika mbështetëse për gratë të rinjët, do të bëjmë një arsim dhe shëndetësi funksionale, do të mbështesim bujqit e komunës Vushtres sepse Vushtria është njëra prej komunave më bujqësore në Republikën e Kosovës, do të funksionalizojmë teatrin e qytetit Adem Mikulovci, do të bëjmë projekte të banimit të përballueshëm dhe banimit social si pjesë të politikave tona të rëndësishme sociale. Përgjithsisht do të trajtojmë gjitha fushat që ngrisin mirëqenien e qytetarëve të komunës Vushtres. Programi ynë është në 2 shtylla të mëdha dhe në 10 fusha që ndryshon një herë përgjithmonë mirëqenien e qytetarëve të komunës Vushtres, sidomos për projekte të cilat kanë shumë nevojë qytetarët e Vushtres e nuk kanë ndodhur tash në 26 vite. Po ashtu ne nuk do të qeverisim si të tjerët pa harta zonale siç e ceket ju dhe pa plan zhvillimor komunal me ad hoc vendime siç ka qeverisur edhe pushteti aktual edhe pushtetet paraprake. Faleminderit shumë.